Vëllezër të nderuar, xhamatit e pranishëm, fillimisht e falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundësoi, na dha shëndet që ta mbrim muajin e madh, muajin e bekuar, muajin e Ramazanit. Ku lusë Allahun Azza wa Jall që Allahu subhanahu wa taala t'ja u pranon agjerimin, t'ja u pranon namazet, taravijet, lutjet, çdo vepër të mirë që e don Allahu Azza wa Jall t'ja u bën kabull dhe t'ja u pranon çdo vepër. Allahumma amin. Ne kemi zgjedhur si tematik serialit, nën serialin tregimet e bukura. Tregimet më të bukura janë tregimet e Kur'anit, tregimet më të bukura janë tregimet e pejgamberëve, njerëzve më të zgjedhur në rruzullin toksor nga ana Allahut Azza wa Jall. Dhe pse është e nevojshme që ne kohë pas kohe të kthehemi tek këta burra të mëdhenj që i ka zgjedhur Allahu Azza wa Jall, sepse gjendemi në një kohë të shekullit 21, të rrjeteve sociale, ku rinia jon, fëmijët ton mundohen të pasojnë modele, të pasojnë yrneke, të ashtu quajturit të famshëm, ku aty nuk ka të ata të famshit, vetëm se ka amoralitet, ka çthurje njerëzore, ka humbje të moralit, e nuk dua në këtë xhami të ndershëm t'i ceki programet dhe emisionet që i cekin njerëzit dhe mendojnë se ata janë diçka super të njohur, apo siç i quajnë arabt el meshahir, do thot njerëzit me famë të madhe, e ata janë njerëzit bërllokat më të fliqur në sipërfaqen e tokës, që paguhen me shumë pare, që me në mënyrë t'ja ndrojnë njerëzive logjikën, t'ja u prishin njerëzve moralin, t'ja u prishin njerëzve sjelljen. E sot kemi shumë nevojë që të miremi me biografinë apo historinë e pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall, që Allahu subhanahu wa taala na mëson dhe na rrëfen neve në librin e tij. E ta kaluajmë këtë muajin e shenjtë në mexhliset e hajrit, në mexhlise ku e mësojmë dinin e Allahut, ku na shtohet besimi, na shtohet imani, e sidomos në muajin e madh, në muajin e Ramazanit. Allahu Azza wa Jall na tregon se krijesa e parë që e ka krijuar Allahu Azza wa Jall në sipërfaqen e krijesave është interesante, se Allahu subhanahu wa taala gjën e parë në tokë që e ka krijuar ka qenë dita e diell. Ditën e diell Allahu Azza wa Jall e ka krijuar tokën. E ka krijuar sipërfaqen e tokës. Pastaj ditën e hënë e ka krijuar kopshtët, i ka krijuar pemt edhe perimet. Në të ditën e martë Allahu Azza wa Jall e ka krijuar el mekruh, sprovat, gjërat të cilat i ndodhin njeriut në këtë botë. Ditën e mërkurit ka krijuar dritën Allahu Azza wa Jall. Kjo drita që e shohim dhe me sytë e tonë është krijuar ditën e mërkurit. Dhe në ditën e ejte Allahu Azza wa Jall i ka krijuar të gjithë kafshët. Dhe në ditën e xumo e ka krijuar Allahu Azza wa Jall njeriun, edhe është krijesa më e zgjedhur në sipërfaqen e tokës, dhe krijesa e parë të cilën e ka krijuar Allahu Azza wa Jall është babai i njerëzimit, Ademi alayhi salam. Allahu Azza wa Jall i ka krijuar njerëzit në 3 apo në 4 etapa, të themi. Etapa e parë që është krijuar Ademi alayhi salatu wassalam, është krijuar pa babë dhe është krijuar pa nonë. Do më thonë, nuk ka pas prind as bab, as non, është kriju nga fuqia Allahut, kun fe kun bëhu dhe jo shbon. Pastaj, grupi i dytë i krijimit njerëzimit, është i cili është kriju pa bab, pa non me bab. Kush është? Hava, e cila është kriju nga briri i Ademit a.s. Pastaj është krijuar nga nana dhe jo nga baba. Ai kush është? Isau a.s. Dhe pastaj kategoria e 4 janë krejt njerëzimit që janë krijuar prej nanës edhe prej babës. Allahu Azza wa Jall e përmendi këtë krijesë, këtë njeri në Kur'an me emrin Adem. Adem.
Çka do të thot emër, a ka kuptim ki emri Adem? Po, dietarët kanë thonë Adem i ka dy kuptime. Njëra prej saj është Adem prej marrjes prej fjalës edimul ard, sipërfaqja e tokës. Sipërfaqja e tokës quhet edim ose Adem. E tjetra kanë thonë ajo që vret pak në të esmer apo në të zez. Pse? Se thot Allahu Azza wa Jall, kur vendosi me kriju njeriun e parë, e urdhroi melekun, cëllin melek, në transmetime thuhet se melekul mauti. Për shkak se ka shku Xhibril alayhis salam të marrë nga toka, dhe toka i ka thonë mos merr nga unë dhe mos e pakso, mos më pakso, mos më harxho, është kthi. Pastaj ka shku Israfili, ja ka thonë të njëjtën mos më harxho. Por ai i cili ishte i fuqishëm dhe i cili nuk e kishte dert, ishte melekul mauti, e dërgoi dhe mori, thot, nga sipërfaqja e tokës, nuk mori me një vend, por mori nga vendet e ndryshme nga sipërfaqja e tokës. Edhe ishte nga toka e bardhë, nga toka e zezë, nga toka e verdhë, dhe kështu që njerëzit sot, ngjyrat e njerëzive, kombët e njerëzive, janë nga ajo tokë të cilës është marrë nga sipërfaqja e tokës. Kemi njerëz të cilët janë zezak, kemi njerëz të cilët janë të bardhë, jemi të kuq, kinez, raca e verdhë, raca e bardhë, raca e zezë, e krejt paramendo këta ndryshimet që i shohim tek njerëzit në këtë botën, janë prej një njerit i cili është Ademi a.s. dhe prej Havës bashkëshortës vet. Krejt njerëzimin sipërfaqen e tokës. Edhe çka është më interesante. Kur është krijuar Ademi a.s. është krijuar prej tokës të fortë, prej tokës të butë, prej tokës të egër, edhe prej ngjyrave të lloj-llojshme. Dhe sot i ki karakteret e njerëzve she, e ke ndonjë shok, ndonjë familje, karakterin e ka të fortë, është i vrasht. Është i vrasht se ndoshta e ka marrë cilësinë e asaj toke që ka qenë e vrasht. E ka njëri i cili është i butë, për shkak se është marrë nga toka e cili është i butë dhe është i lehtë. E keni pa ka ndonjë tokë, kur shkosh me hec, toka është e vështirë. Toka, hecja në për atë tokë është e vështirë. Ka ndonjë tokë kur të hecish në rrugë është e lehtë, për shkak se është nga dheu, nga balta e cila është e lehtë. E kështu thot Allahu Azza wa Jall i krijoi njerëzit në lloje, me ngjyra dhe me tabiate të ndryshme, sipas asaj që është marrë nga toka dhe është krijuar kush? Ademi alayhi salam. Dhe kuptimi i dytë që Allahu Azza wa Jall e ka emërtuar njeriu insan. E ki po të ne përdorin dhe turqit dhe shqiptar, o insan, insan është prej gjuhës arabe. E ka quajtur me emrin Adem. Pastaj i ka thirrë Allahu Azza wa Jall, laqad khalaqnal insana. E kemi kriju njeriu fi ahsani taqwim, në formën më të bukur. Çka do të thonë insan? Insan është nga fjala nesje, hares. Pse hares? Kush e din pse është marrë nga fjala hares? Është marrë nga Ademi alayhis salam. Kur Allahu Azza wa Jall e krijoi Ademin alayhis salam, dhe ja paraqiti dhurrijetin pas ars të Ademit a.s. Kret njerëzimin deri në ditën e Kiametit. E çka ishte më interesant, se në mesin e atyre pas arsme që i po Ademi a.s. e po njëri nga bitë vet që ndriçonte nga gjuha e tij, subhanallah. Ta monën vim, nga gjuha e tij nxerte dritë. Tha o Zot, tha, kush është ki djalë jem prej djem vetmi që po ndriçon gjuha e tij, goja e tij? Tha ki është, tha, Daudi a.s. Edhe këtu del në shesh se sa i mëshirshëm është prindi ndaj fëmijëve. Tha o Zot, pasi që pas ka një dritë madhe në gjuhën e tij, në gojën e tij, që po nxjerr, ki nga pasardhësit e mi, ki fëmia jem, sa do të jeton? Baba ka qef, gjali me jetu sa ma gjatë. Vesh nënën e kundërt, shpesh herë nuk e dia është përgjigje e barabartë. Ama baba ka qef fëmia vet me jetu ma gjatë. E i thot, o Zot, sa do të jeton ki fëmia jem? Thot, i kemi dhon imër 60 vjetë.
o Zot, thot pak, me apashtue, do t'ja kisha dhonë nga unë, sa Ademi a.s. 1000 vjet ka jetu. Do t'i kisha dhonë diçka nga unë. E i thot, po ja jap o Zot 40 vjet, që t'i ban 100 vjet biret plota. Edhe ja jap. Allahu Azza wa Jall ja pranon këtë lutje, edhe ja shton Daudit a.s. edhe 40 vjet. Daudi a.s. po i ban 100 vjet njëjtë. E tash, Ademi a.s. po haron, po vjen koha me marr melekul mauti shpirtin. Edhe kur afrohet melekul mauti dhe i thot ku marr me ta marr shpirtin, thot ka dalë, thot mos u gut, kam edhe pak vjet. Thot edhe sa të kanë me, thot edhe 40 vjet. Thot ai ki haru ato 40 vjet që i ki dhon bakshisht ai djali jot. Pa çatër ka harua që ja ka dhonën. Çatër ka harua. E në atëherë, do më thonë është insan, i pari njërë që ka harua, është Ademi a.s. Ka haru që ja ka dhonën 40 vjet, i ka thonë kadar dhe 40 vjet kam jetu hala. E thot kjo për ata është marrë dhe kjo nga emni insan, i cili është njeri u haron. Edhe haresa e disët ta marrë në ligjëratat tjera është kur Allahu Azza wa Jall ndalon nga pema, ai haron dhe han nga jo pemë. Tash Ademi a.s. A ka qenë pejgamber? A s'ka qenë pejgamber? A ka pas libër? Çfarë libri ka pas? Kur ne që kemi Kur'anin apo Musa a.s. e ka pas Teuratin? A ka pas libër Ademi a.s.? A ka qenë pejgamber? Që i thënë, a ka qenë i dërguar edhe profet? Do të thonë nebi edhe rasul. Sa Allah i ka zgjedh di taboret pejgamberëve. Është profet edhe është i dërguar. Profet, do të thonë, është nebi. Rasul, i dërguar. Çka është dallimi mes kësajna? Allah Azza wa Jall kur e ka dërguar Ademin a.s. dhe kur ja ka bashkangjit fëmijët e vet, krejt pas arsit që i ka pas djemtë e vet për rreth kanë qenë musliman, kanë qenë besimtar. Dhe nuk ka pas nevojë që Zoti t'i zbresë libër dhe t'i thirrë njerëzit. Ki quhet nebi, i cili Allahu Azza wa Jall e ka dërguar pejgamber, i ka fol Allahu Azza wa Jall Ademit a.s. siç ta shohim edhe në vijim. Mirë po nuk e ka urdhëruar me i thirr njerëzit në fe. Dhe ki quhet nebi, quhet profet i Zotit. E cili është rasul i dërguar, kanë thonë ai pejgamber që është shpall dhe është obliguar me thirr një popull jo musliman si Nuhi a.s. Do më thonë, ai pejgamber që e ka qua Allahu dhe e ka dërgu tek populli jo besimtar për t'i ftu njerëzit në fe, ki quhet rasul. E mendimi i tretë kanë thonë është rasul ai që është pi fjalës risale, që është dhënë shpallje në dorë, sikur shembulli i Musaut a.s. me Harunin. Allahu Azza wa Jall e zgjedh Musaun edhe nebi, i dërguar, edhe rasul se i jep shpallje, jep Teuratin. Mirë po, ja zgjedh pastaj dhe vllaun e vet me lutjen që e ban Musa a.s. Waj'al waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi amri wa ashriku fi nafsi. Ka thonë, o Zot, ma ban një ministër, një mbrojtës, një krah të djathtë që do më ndihmon vllajin tem Harunin, dhe Allahu e zgjedh pejgamber. Mirë po, Harunit nuk jep libër. Haruni punon me librin e vllaut vet Musaut a.s. me Teuratin. Do më thonë, Musa ka qenë edhe nebi edhe rasul, kurse Haruni ka qenë vetëm nebi se ka punu me librin e Musaut a.s. Do më thonë, që kanë thonë dietarët mes nebi edhe mes rasul. E kur e mpyet pejgamberin alayhis salatu wassalam, hal kana Adamu nabiyan? A ishte Ademi alayhis salatu wassalam pejgamber? Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, nabiyan mukallaman. Ishte pejgamber dhe ishte nga ata që i ka fol Allahu. Do të thotë i ka shpall Allahu. Sa Allahu kur i fol robit vet, është shpallje. Është shpallje. Do të thotë i ka fol Allahu Azza wa Jall. E thot ki sahabi, thot, o i dërguari i Allahut, sa ishte ajo periudha mes Ademit a.s. se në dimin këtë në librat e edhe në Kur'an, pa edhe në librat e Sunetit, i pari njërë, pejgamberi i parë o kon Ademi a.s. Pastaj nuk folë, deri kur? Deri tek Nuhi. Nuhi a.s. pejgamberi i parë
do në thot, si kur baba i njerëzimit, që është katru ketania dhe e dini, konsiderohet si baba i dit i njerëzimit, dhe vetëm ato besimtarë që kanë qenë hipur në anije, kanë qenë besimtarë, e tjerë dhe më thonë janë zhdu kret, ato kanë bet gjallë. E thu se kanë qenë vetëm se djemë të Nuhut a.s. Edhe është i pari pejgamber që është dërgu tek një popull që nuk kanë besu Zotin që tifton fejnë Allahut, tifton besimin një shpërin Allahut. E tash, ka thonë, sa ka qenë kjo periudha mes Ademit a.s. dhe Nuhit, ka thonë, ashra të kurum. Ka thonë, 10 shekuj. 10 shekuj. Edhe shkojmë interesant, edhe shumë let mund është me bo një matematik thjesht. Pastaj i thot, po mes Nuhit dhe Ibrahimit sa ka pas, ka thonë edhe 10 shekuj tjera. E pastaj Ibrahimi, baba i Ishakut. Pastaj Ishaku, baba i Jakupit. Pastaj Jakupi, baba i Jusufit a.s. Pas Jusufit a.s. vjen Musa dhe Haruni. E pas ta vjen Daudi dhe Sulejmani. E i merr vesh kështu thot ishte 10 gjenerata mes Ademit dhe Nuhut dhe mes Nuhut edhe Ibrahimit alayhi salatu wassalam. E thot, e ka pyet pastaj, ka thon sa pejgamberi ka dërguar Allahu. E këtu është edhe një dallim. Në transmetim thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu azza wa jall, profet ka dërgu 124.000 me një transmetim. 124.000 prej të Ademi a.s. deri tek Muhamedi a.s. E ka thonë, sa prej ative janë rësul, sa prej ative Allah ju ka shpall ative libra që kanë punu ato me libra dhe i kanë thirr njerëzit në fe, ka thonë 315 pejgamber. Ma thonë 315 që kanë pas libra, për ata Allah që kanë thotë në Kur'an, minhum men qasasna alejk wa minhum lam naqsus alejk. Ka prej pejgamberëve që Allah azza wa jall i ka rëfije, i ka tregu tregimin ative në Kur'an dhe ka ative që si ka rëfije Allah s'ka tregu për ato. Mirë po, ju ka dhënën atyre mesazhe dhe libra 315 prej tyre në hadithet që janë sahih. Është edhe një tematik para se të krijohet Ademi alayhis salam. A ka pas njerëzi kur Allah subhanahu mos e krijon Allah subhanahu wa taala në xhenet dhe e zbret në tokë para Ademit alayhis salam, a ka pas në tokë njerëzi? A ka pas në tokë krijesa? Këtu dietarët kanë thonë janë 3 mendime. Një mendim se para se të vinë njerëzit në tokë kanë qenë gjint në tokë. Argument, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kur Allah subhanahu wa taala ju drejtu melekëve dhe tha unë do ta bëj një makambës, një udhëheqës në tokë. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. A do ta krijosh një krijesë e cila do të bën trazira në tokë dhe gjakderdhje. E thot melekët e Allahut e kanë ditë gajbin që njerëzit kanë më ardhur koha që kanë më vra, kanë me bë lufta xhona sene. Jo, kanë thonë e kanë ditë prej xhinëve më herët. Se xhinët edhe ata janë njerëz, edhe ata janë krijesa, ka prej tyre burra, ka prej tyre gra, ka prej tyre që janë arrogonta, që bëjnë lufte dhe kanë bërë lufta, e thot Allahu azza wa jall i ka dërgu melekt, edhe i ka hek pi sipërfaqes tokës, ja u ka marr pushtetin, edhe i ka dërgu thot në për detrë, në për vende, në për qoshë, në për vende ku nuk shkon asnjë në ato vende. Edhe këta e vërteton hadithi pejgamberit alayhis salatu wassalam, thot se iblisi e ka arshin e tij mbi ujë, mbi deti. Domethënë jetojnë edhe në për tokë, mirë po shumica jo në për detra që i kanë luftu, domethënë me lek kur ata kanë bë gjakderdhje në tokë edhe i kanë luftu, ka thonë Allah, apo i krijon prap do krijesa që kanë me bë gjakderdhje në për tokë, Allahu azza wa jalla ka thonë inni a'lamu ma la ta'lamun, ne di diçka që nuk dini. Çka është ajo? Çka është dallimi tek njerëzit? Se tek xhinët nuk ka pejgamber. Për xhinëve s'ka pejgamber. Pejgambert krejt çka janë njerëzi. Edhe pejgamber çka janë krejt burra, s'ka gra prej pejgamberve. Dhe nuk ka xhin prej pejgamberve. Prej pejgamberve ka vetëm se njerëzi, edhe ato burra. E Allahu ka thonë, ka me kriju në disa njerëz që kanë me qenë pejgamber, kanë me qenë shembulltyr ata në sipërfaqen e tokës, që ata kanë me adhuru Allahun, kanë me urdhru njerëzit në të mirë, kanë me ndalu nga e keqja dhe kanë me qenë model yrnek i njerëzimit. Për ata thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, Allahu azza wa jalla kur e lavdron në Kur'an çka thot, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana, pejgamberin e Allahut e keni model yrnek më të mirë në sipërfaqen e tokës.
Do më thonë njeri që Allahu është i kënaqur për ative dhe i ka ngrit gradat larta të xhenetit. E kanë thonë e treta është se kanë jetuar dy fise. Hin e në elbin. El-hin e në elbin. Kanë qenë, do më thonë, do krijesat mdhoja, çuditshme, arroganta, sikur që i spjegojnë na përdo emisione që gjenë, do më thonën, eshtra shumë të mdhoja, e tregojnë se kanë qenë mirë, po ky mendim është i dopt, shkaku se argumentet më të qarta janë se e para krijesë që ka qenë prej njerëzve është Ademi a.s. dhe nuk ka pas para Ademit a.s. njerëz, mirë po, melekt kanë thonën pse se njeriu është mveshje në vetën e vetë, ka edhe të mirë, ka edhe të keqe. Sikur toka, ka tokë pjellore që je bereqet, edhe ka tokë që nuk je pas bereqet as kur gjonë. Çka sa dush munohu. Do më thonë njeri negativ që vetëm energji negative ka, edhe njeri pozitiv që ka vetëm se me mendim pozitiv. E i ka këto disene, di komponente të lidhën njëra me tjetës, mbarësisht njeri çka jep, a jep mirës dhe reflekton e mira, apo jep të keqës edhe reflekton të thot e keqja. E kanë thonë kanë me kriju njerëz që kanë me reflektu negativisht dhe kanë me bohe gjak derdhe, edhe pse kjo ka ndodhur mirë po, në përgjithësi, në historinë e njerëzimit ka pas njerëzit thot të cilët e kanë adhuruar Allahun azza wa jalla dhe Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur me pejgambert dhe me sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kur është kriju Ademi a.s. Është interesant. Ademi a.s. është kriju ditën e xhumo. Mirë, ditën e xhumo po e dina. Kur ditën e xhumo është krijuar? Në sabah, namazën e sabahit, drek? Jo. Pas ikindije thot para akşamit. Edhe kjo është shumë interesant. A pejgamberi a.s. na thot se ditën e xhumo është një lutje që kush e ban njeriu në ditën e xhumon, çat kohë nuk ja kthen Allahu atë lutje prap. Ka thonë kur është ajo? Pas ikindije deri para akşamit. Mes ikindijës edhe akşamit. Është një kohë që nëse lut Allahun, Allah nuk ja kthen lutjen e bash në çat kohë, është kriju kush? Është kriju Ademi a.s. Pastaj thot dita e xhumo është dita që është krijuar Ademi a.s. Dita e xhumo është dita që është nxjerrë prej xhenetit, dita e xhumo është dita që do të bëhet kiameti. Dita e xhumo është dita që do të ringjallën njerëzit, dita e xhumo është dita që do të hyjnë njerëzit në xhenet, dita e xhumo është që kanë me pa Allahun ditën e xhumo. Edhe shumë njerëzit që e gutin namazin e akşamit, mundojnë me thirrën e zonin sa më shkurt, edhe tu ngarin me hin farse të bëhet kiameti, nuk në çdo namaz që gutën në akşam, kiameti nuk ndodh as të hanën, as të martën, as mërkurën, kiameti ndodhen vetëm se ditën e xhumo. Namazin e iqindijës, duke perëndu dielli, ditën e xhumo. E kiameti bëhet ditën e xhumo. E këtë jo është e lidh me çka? Me ditën e xhumo, edhe thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, khairu yawmin talat ash-shams, dita më e mirë që ka lënë dielli është dita e xhumo. Edhe tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, ditën e xhumo dërgoni mu salavate, sepse Allahu azza wa jall ma kthen shpirtin dhe ja kthej çdo njeri që më çon mu salavate. E i ka thonë njëri, ja Rasulullah, e ti pas një kohë gjatë, që do të vdesish, edhe do të hish në tokë, edhe do të shkatrohen trupat e njerëzve, do më thonë në tokë, një kohë gjatë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam tha, Allahu ja ka bo haram tokës të hanë trupin e pejgamberëve. Më thonë, trupat e pejgamberëve nuk shpërbijen, nuk hupën. Trupat e pejgamberëve janë ashtu siç janë vurosën në kohën kur janë vurosën. Tjetra, çish është krijuar njeriu? Është krijuar njeriu nga veu, s'them, pastaj thot është bë tin. Tin çka është? Është balt. Balt e cila është bë dhe me ujë. Pse dhe me ujë? Allah thot: "Wa ja'alna min al-ma'i kulli shay hayy." Nga uji çdo send kena bë gjallërim. E ka marr tokën dhe e ka përzi me ujë dhe është bë tin. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, ana ka thon Allah azza wa jall min tin. Prej tinit. Tinit do më thonë nga balta. Pastaj ka thonën min tini lazib. Çka do më thonë tini lazib?
kur nxeshet mirë njëra me tjetrën. Kjo është tin lezi. Pastaj ka thënë Allahu min hamenin mesnun. Hamenin mesnun kanë thënë balta me ujë kur rrini kohë gjatë edhe ka një farë ere. Nëse merr lloç edhe baltë edhe lën me një vend edhe uji aty është, fillon me pas erë. Edhe këtë tregon se njeriu kur djersohet edhe çdo njeriu e ka erën e vet. Nëse e ka hetu se çdo njeri në këmishën e vet, nëse e ka këmishën e fillonit e ka një farë erë. Krejt njerëz asnjë njeri nuk e ka erën e njëjtë. Çdo njeri e ka erën e ndryshme. E pastaj thot min salsalin fakhar e ka bërë domethënë sikurse këto shtomat që janë prej baltës që e bëjnë, pastaj thahet pjekët ajo, edhe kur ti mshosh ajo shlon zon. Salsali thënë çka shlon zon. Ting ting. E kur ka shtu thot zon, ka ardhur thot Iblisi edhe ka thonë lekat khulik të lishejnë adhim je kriju diçka për diçka shumë të rëndësishëm. Edhe e ka xhelozu, ka fillu të bëje tavaf rreth tij dhe ta shohë çka ky krijet që e ka kriju Zoti, edhe e ka ditë Iblisi se ky krijes që ka me qenë më i privilegjuar për këtë krijesave, siç do ta marrim edhe në dersën e ardhshëm. E subhanallahu thot. Thumma nufikha ruhu fa sara basharan hayyan. Pastaj thot i frihet shpirti dhe bëhet i gjallë. Kur bëhet i gjallë, shpirti në momenti që hin ka koka. Gjëja e parë që aktivizohet në trupin e njeriut, thot në trupin e Ademit a.s. thot i aktivizohen syt. Syt fillon me pa, edhe dyta thot fillon frymmarrja. Për ata dhe në momentet e vdekjes e ki pa, i pushon frymmarrja dhe i shtangën syt. Kontakti i parë është e syt edhe te frymmarrja dhe kontakti i fundit të frymmarrjes dhe syt shtangën, edhe jam shelin syt, i koçitën syt. Thot shikoj dhe mori, domethënë frymoj. E kur frymoj thot, çka boni? Interesant. Gjën e parë ka të shtis. Gjën e parë ka të shtis. E çka thënë këto mjekët e medicina? Thënë se njeriu kur të shtis mikrobët, nëse ka pluhur në hunë ose diçka e ki pa nëse i duke ndonjë pluhur, janë nisë me të ngusht teshma. Pse të ngusht teshma? Pluhunin çka i ki mikrobët, çka i ki i nxerr. Ademi lasam ishte pidheut, u krijuar shpirti, gjëja e parë pluhurin, ndoshta që ka mbetë në hunë e ka të shtis. Edhe thënë se mikrobët, gjonët, senët dalin në momentin kur njeriu të shtis. Edhe lëvizin shumë miskuj kur njeriu të shtis, shtrëngohet këtë trupi. E që ka thonë në gjëjën e parë, ka thonë elhamdulillah. Për ata është prej sunetit, kur njeriu të shtis, jo mi thonë shnet. Po thuj elhamdulillah, thuj falindrimi të akon Allah që Allah më dha mu jetë, se kur ja ka dhonë jetën, gjëjën e parë që ka bo, ka të shtis. Allah zëzli ka thonë, jerhamukallah, Allahu të më shiroft. E për ata kur dukush të shtis, thot elhamdulillah, ti dush mi thonë jerhamukallah. Çka do me thonë jerhamukallah? Allahu të më shiroft. E çka do të më kthi besimtari? Yehdikumullah wa yuslih balakum. Allahu të udhëzon dhe t'i fal gjunahut. Çfarë feje? Ban dua, ti e falendron Allahun ki sevap, ai ta kthen ti ka sevap, ki ban dua ka sevap, të ti ant kanë sevap dhe falendron Allahun dhe Allahu i shpërblen për këtë punë çka e bën. E thot para xho të shtisja. E dita xho thot Allah azza wa jalla po i shato karshi me lekt. Ka thonë shko përshëndetje ato me lekt. Me çka i ka përshëndet? Me selamu aleikum. Paqja Allahu të qoftë mbi ju. Dikush ka thot selami është i arabëve, selami nuk është i shqiptarëve, selami nuk është nuk është as i amerikan, vasti turshve si kurkuina. Selami është i Allahut. S'pari herë krijesën që e ka kriju Ademin alayhis salam, njeri që s'ka pas as komp, as gjuhë veçantë, as sen. E para gjoj, pari njeri, pari krijes, pa u kriju popujt, pa u kriju kompët, pa u kriju krejt, e ka përdor fjallën e parë çka? Selamu aleikum. Që ka në këthi me lekt? Wa aleikumus selam. Pa që Allah të qofë mbi ti. Wa rahmetullahi dhe rahmeti Allahut. Wa bereketu dhe bereketi Allahut. Dhe bereketi Allahut qofë mbi ju. E thot, o Adem, kjo ka me qenë përshëndetja jote, kështë e interesant. Allah po i thot. O Adem, kjo ka me qenë përshëndetja jote dhe përshëndetja e pas arsive tu. Do më thonë, ketë pas arsi që kanë me ardhen,
përshëndetja ka me qenë çka përshëndetje me selam. Kër Allah po i thot, o Adem, çka përshëndetje që ke bëti me lek, kjo është përshëndetja jote dhe përshëndetja e pasardhësve tu. Ademi alayhis salam nalët, o Zot, se ka kriju Ademin alayhis salam. Tash Ademi alayhis salam nuk e di se ka me bon shumë fëmije, ka me ardhë kohë, ka me azhënu, ka thonë, o Zot, kush janë ato trashëgimtarët e mi? Kush janë ato pasues, do të thonë çka më ardh mas mua. Allahu azza wa jall thot i mshon thot në supin e dorës djathtë. Edhe dalin krejt ata besimtarët që kanë me qenë deri në ditën e Kiametit. Thot kanë me qenë të vogla sikur milingojnat. Edhe thot i mshon në dorën e majt, dalin thot si thërmia, si ajo hini i zi, si hiri i zi. E thot këto të cilët janë si milingonja dhe vizlojnë, thot ta janë besimtar të cilët kanë iman. E këta të cilët janë zi, këto janë që kanë mu djek në zjarrin e xhehenemit, e thot ta kam i fut në xhennet dhe nuk më intereson, wala ubali, dhe këto kam i fut në zjarrin e xhehenemit wala ubali dhe nuk më intereson për ta që nuk kanë besuar tek unë. E që këtu e shef Ademi alayhis salam njënën pe ative trashëgimtarëve i shkëlqen domethënë gojën e tij. E subhanallah, gjithë ato pejgamber, gjithë ato njerëzit mirë, e pse bash Daudi alayhis salam me shkëlqim gjuhën e tij, gojën e tij? Pse jo tjerët? Allahu e përmend shpesh në Kur'an thot: "Wa sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna wat-tayr", ne ç'kti njeriu, ç'ti Daudit, ja kemi bërë që edhe kodrat edhe shpest ta madhrojnë Allahin, bëjnë tesbih bashkë me Daudin alayhis salam. Domethënë, çat shumë që ka bëu dhikr, kur ka bëu dhikr ka bëu me zon. E kur e ka lexu Zeburi ka qenën se Zeburi dhe Teurati bashkarisht i kanë pas jehudët. Zeburi me Teuratin çka ka dallim, se Teurati ka pas dispozita, e Zeburi ka pasën dhikr, sikur sot që i kina ne borë e muslimanit, që ka domethënë dua e lutjen ta, ka qenë libër i lutjeve dhe i duave, dhe shumë ka bo lutje dhe dua, derisa dhe shpest janë bashkangjit me Daudin alayhis salam me falimndëru bashkë. Kanë cicruk dhe kanë bërë wa in min shay'in illa yusabbihu lahu walakin la tafqahuna tasbihahum. Thot Allah, çdo krijesë e falenderojnë Allahun, por ju nuk e dini mënyrën se si e falenderojnë Allahun. Para mendo, ata bëjnë tesbih. E thot, kodrat kanë xhelozu. Kodrat e mëdha kanë xhelozu, kanë thonë, o Zot, po dojnë edhe ne me bë tesbih bashkë me këtë robin tan me Daudin. E të kodrat e mëdha kur kanë fillu dridhën dhe ta shojnë atë zonin e vet, i ka hub zoni Daudit alayhis salam. Daudi më nuk është ndëgju duke falendëruar Allahun. Nuk është ndëgju më duke bë lutje, zosht edhe kodrat. I thot Allahu, thot, o Zot, unë më nuk më ndëgjohet më zoni jem. Është frigu Daudi alayhis salam se kur po e bën tash lutjen, kur po bën dua, a thu Zoti po e ndëgjon. Edhe vën Xhibril alayhis salam i thot, hes me mu, është një kodër e madhe, e çon kodrën në thellësi të kodrës atje, edhe në thellësi të madhe të kodrës, atje në shumë thellë, e gjen një krim, ai krimi thot duke ngron një gjeth të njom, të gjelbërt, edhe e merr në dorë Xhibril alayhis salam i thot, o Daud, thot, apo e shef këtë krimin po, apo e shef këtë gjethin në gojën e saj po, thot, apo janin zonin kësaj. Thot, jo, ja afron të veshi shumë afër, thot, tash jam të ndëgju pak, diçka shumë pak, shumë një përshpritet vogël. Thot, Allahu azza wa jall, në çket thellësinë e kësaj kodrës të madhe, në thellësi shumë poshtë, ja ka çu rrezkin në gojën e kësaj, kujdeset edhe ja nin zonin edhe lutin kur kjo bën lutje e jo tije. Mos u mërzit se Allah të ngon. E thot, qatë shumë që ka bo dhikër, edhe lutje, edhe dua, dhe shpesh pejgamberi e ka përmend, ka thonën, agjerimi më i mirë është agjerimi i Daudit. Një ditë agjeronte dhe një ditë e prishte. Namazi më i mirë, namazi i natës është namazi i Daudit, u falte një pjesë tretën të natës.
Shumë herë o shpërmen për ibadet, përsen ki person e Allahu e ka bo që edhe me miliarda njerëzi ka ndryshu, dhe me thonë, nga goja e ti, nga pas ardhit që ka në ardhën. Ademi a.s. në fund thot sa ishte madhësia e ti. Pejgamberi a.s. e përshkun sa Ademi a.s. ishte thot gjethësia e ti 60 kut. Që parafërsisht një kut 46 cm, 50 cm, thuja 30 metre. Para me no pik këtu në tokë deri në alt, a i ka një 10 metre, a 5 metre, a? Para me no e, du më thonë, kjo është, du më thonë, gjysa. Para me no sa xhamia e madhe dhe deri te minarja ndoshta. 30 metre. A di pak me afru se çfarë krijese gjigante ka qenë Ademi a.s. E thot pejgamberi a.s. duke kalu vjetët, duke u shkurtue kosgjatja e jetës, edhe duke u shkurtu njerëzit, deri sa kina ardhën sot, deri në ketë, do më thonën, madhësijës që ka njerëzit, e thot dhe vdesin, e kur do rinë gjallën, edhe kur do të hinë xhenet, do të hinë në gjatësinë e Ademit a.s. 30 metre. Se, kur ta paramenësh xheneti, thot xheneti, i funti njerë që ka me hinë xhenet, s'ka mi posa kjo bota dhe 10 herë që ka bota paramenoti si përfaqe e tokës me shku Evropën e Azinë, 7 kontinentet me shku mi hecë, sa kilometra, miliona kilometra ka, vetëm kjo botë, thot ai person ka mi posa kjo bota dhe 10 herë që ka konta, a ka mundësi një njeri me parapërsisht 1 metre, 2 metre, mes 1 metre dhe 2 metreve me heqë këtë si përfaqe. Ka me qenë i fort, i fuqishëm, thot sikur në masin e babës e ti, dhe ma thonë Ademit a.s. E thot, transmeton Salman el Farisiu, radiallahu anhu, thot, kër e kryoj Allahu azza wa jall njeriun, i bëni 2 apo 3 beslidhje. 3 beslidhje. Tha, beslidhje e parë është për tyje, e dyta tha Zoti është për mua, e treta është mes me dhe te kina me nda për gjysë. Ka thonë, çka është e para? Ka thonë, e para është të adhurojsh Allahun dhe mos t'i bësh atij shirk. Këtë e kije obligim për Zotit. E Zoti e ka obligim çdo vepër çka ta bëjsh ti me të shpërbli për çdo vepër qoftë edhe sa një grimc e vogël, nuk ka me tup këtë vepër çka i bani ki për tije. Edhe këtë për ato Allah ka me të shpërbli. E ka thonë e treta që e ka do Zoti me robin dhe nuk e kalon kërkan tjetër të hinë midis, ka thonë është duaja, ti bën dua e unë e kam atu përgjigj tije. Këtë e ka marrë premtim Zoti. E sot njerëz kur kanë ndonjë nevojë, shkojnë te filan teqe, te filan evliaje, shkojnë filan venit, lipin dim, lipin atë, para se me bo njerë me lutë Allahun për shërim, me lutë Allahun për rëzk, me lutë Allahun për bereqet, me lutë Allahun për çdo se nevoj që ka kena, e pastaj nuk është problem mi morë sebejpët, ama jo me shku veshtëm të sebejpët edhe me lonë Allahun, ku Allahu thot, mes me dhe robit nuk ka unë ja me robin e kena nda përgjys, ajo është kur ti ngrit e durt, unë mos mja këthi ati durt zbrast. Dhe e fundit, kur thot pejgamberi alayhi salatu wassalam meta kutibte nebiyan, kur o pejgamberi Allahut t'ja zgjedh ti pejgamber, do thon kur Allahu ti ka vendosur me zgjedh pejgamber. Thot Allahu ka vendosur me zgjedh pejgamber kur Ademi alayhi salatu wassalam ishte mes trupit edhe shpirtit. Allah pa hiç ki shpirtin, trupin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, Allahu e ka zgjedh pejgamberin asam pejgamber më i zgjedhur sipërfaqen e tokës. Kjo do të thotë tregon për vlerën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Tregon kjo është njëra nga një pjesë e për Ademin a.s. Do të vazhdojnë edhe disa ligjërata tjera që të përfitojna se kush janë këta njerëz dhe çish është shembulli i këtyre njerëzve që të përfitojna nga pejgamberi i Allahut, jetojna në këtë muaj të Ramazanit bashkërisht, ko elusim Allahun azza wa jall që të na shton besimin, të na shton imanin, na shton veprat e mira, të na forcon besimin dhe na takon me këta burrat e mirë me pejgamberin e Allahut deri në takime të tjera. Allahu ju shpërbleft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.